edhe mos harxhoni shumë as energji, as lek, as mos u munoni shumë se sen se mundi me bë me atë punë. Bash sen. Do njëni një natë, më tha, ku je, i thash Nairobi, tha nuk e besoj, qoma lokacionin aktiv. Ja qova, tha tash po të besoj, po normal Allah, që ka me thonë, unë ty jam Jamaj, kurse unë jam Nairobi. Tash i marrë këtu një 10 afrikan, kur të nisna prej hotelit, me ma bajt këtë busten, këtë zarfën këtu, se është e rang, duhet me fut në avion. Është e rang, kjo peshon. Kjo peshon 5 vjet, herë 12 muj, për 750 persona rrugë. Logaritni, sa mund tjetë. Plus materiale që do të dejen, që do të ketë shpenzime ultime që kështu, me ndoni sa pesh ka kjo. Nduan 10 kësi quna këtu afrikan që në mojnë teri të avioni që të fus qantën në avion. Lazarfi. Edhe kom postu atje, jam shumë krenar edhe Zoti mi bekov gjitha ta quna edhe partnert që kanë marrë pjesë në këtë punë kaq të madhe derisa ka ardhur te nënshkrimi i kontratës. Unë i përull në punëtorëve të mi. Unë nuk i shaj, nuk i ofendoj, nuk i rënoj punëtorët e mi, se unë në varën nga ata. Ti t'jesh i fort sa dush, po s'pat e njerëz të cilë ta kryjnë punën, ti bjerë punë sa dush. Po vetë s'munësh me bëgja. Ti, si pronari i firmes, je kurkushi, ti je vetëm nxerrja. Edhe je njeri i vetëm që ke përgjegjësi për gjithë ata që punojnë për ty. Kur vlere e punë tjetër të ski aty. Mja u siguru aty në zotnive që ta majnë firmen gjallë, që të punojnë për ty, e me ty, që me ja u siguru rrogën, me ja u siguru kushtet e punës. Ky je ti ai, shërbitori tyne, nëse don me pas sukses. Nëse s'don me pas sukses, ti i kesh trajton, ti ja u vonon rrogat, ti s'ja u jep rrogat, qysh ju e meritojnë. Ky është problemi. Ti je shërbitor i atyne që punojnë me ty e për ty. Nëse je biznismen, nëse je rrugaq, e thu kam këtë kam atë, atëherë ti i trajton ndryshe. Po nëse je biznismen, ti je vetëm shqiptor i atyne personave që punojnë për ty e me ty. Sepse janë ata që ty të majnë kam, ose janë ata që ty të thojnë, tash vazhdo vetë. Capisci? Capisci quello che dico? Forstenzi? You got my point? Shoku. Edhe shkojnë do, qojnë mesazhe një tjetër, mos më shtinim ja nxehtë ashtu. Jo, ja qova i pagua njerëz me makap, i shkon me 20 persona. Unë kur një temën me 20 persona s'u taku. Kur një temën s'kum s'u mul as për me pi diçka me 20 persona rreth. Po ata persona ty zotni që të kanë thonë që i shkon me 20 persona nga Shqipëria e jo italian, ata ty kanë dash me ta fut. Se mu s'ka njeri që m'kap. Mu më siguron shteti kudo që të shkoj. Edhe me atë voice që e kom një që e ki qute një person, me atë voice po t'isha i keq, muj me ta ras shumë fill që kur mos me dalë mo. Se si të bëj shkamën jashtë shpistane, me t'kap ata për disa vite. Kupton ti, ti, mos thom çka, a kupton ti çka bën ti? Ajo zari jyt aty. Përveç mesazheve, ajo zari jyt.
kishte qenë me 20 persona nga Shqipëria duke e rujt e s'kemi mujt me ndërhy. Ku me ndërhy? Të kush me ndërhy? Të une me ndërhy. Une tek pull. Çdo vend ku shkoj tek pull jam, am keni pa në Dubai, am keni pa në Itali, am keni pa dikun që rri me njerëz të hec. Tek pull më keni çdo kund. Unë gjeni bisht në rrini ort, mos boni asi pislëqen privat, se mi kanë qu njerëzit, e mos thuni i kish pas në Itali, Milano, 20 persona shqiptar nga Shqipëria afër vetit. Se unë në Itali dal vetëm. Spaku, mund tako me 1-2 persona që më kanë ftu me pi ose për darkë, po dal vetëm. Prej shtëpisë i hypi makines vetëm, shkoj ku du, në Milano, në Rom, ku du, edhe prej aty të kthena 5 vetëm, edhe kur mbrapa nuk këshyri. Kur mbrapa s'këshyri. Që të kanë thonë, i kish pas 15 me veti, nashta ma kanë pa ndërkmish, po, atë ka mundësi, po që i kun pasën të mrujt 15 vet, jo. 20 vet, jo 15. 15 i kom çdo herë me veti, po 20 jo. Kështu që unë gjë bishtin, se e kam kuptu krejt, Mileti. O kry ma veti, mos ma qaj trapin, mos ma qaj. Si e mlodh ma me kësi intriga. Gjua njerëz me një ujt gazum, e ju rujt zoti. Po, e di une, po, e ka gabu adresën, o vlla. Njerëzit e gabojnë adresën. O shumë thjesht, vlla, kur para si me gabu adresën, futu në Google, edhe ta jep location, fut aty në makinë, ose në telefon edhe hec. Jo me shku ashtu, pa menu në adresë gabushme. Këta krejt që vinë e mundohen me fol për mu, me mujnë mu, ose mu marrë me mu, këta, jo që e gabojnë adresën, po këta viç hupin ko. Viç ka hupin ko. Oj Tina. Lazar Finjerz. Peshe madhe, më falni se më ranë tokë. 5 vite, roga për 750 ventor që do t'jenë ti më vëllëvu më projekt. Shumë peshe madhe. Këto janë faktet. Jo, më tha, jo, ma qoj, jo, unë e di, jo e bëri, jo se bëri. Fakti është fakt, prallat janë pralla. Unë e s'di me të regu pralla. Përbes nuk di me të regu pralla. Edhe kur i kopjoj ka jere, gjysën e fjallëve s'di mi thonë. O clean killer. Ku je o djali mirë. Më rapet e peshe madhe. Lazarfi La Protection. Ashtu për rrite Lazarfi se ty duhet me qush në shemir edhe me dal para punëtorve aty mi u thonë quna ju lumt muni juj u pagua. Edhe mi ju përull gjithve atyne. Kjo është kur i theti kush vetit jam biznismen. Me shku, mi ju përull punëtorve, mi ju thonë ju lumt se ju me punën e juj që keni punu natë e ditë në dizajnim, në projektim e krejt, që ku e keni rezultatin, urnone për 5 vitet e ardhshme, ja u siguru t'ju vetës rogat, jo une.
Faleminderit njerëz. Inshallah, çdo ku ja bjen Zoti, mirë e ma mirë, çdo kë e mush men për ata që ka nevojë për men, ja jep rrugën e drejtë. Ashtu e kështu jemi në përgjithësi popull i varfër, edhe më bo edhe me gabu më fut në rrugë të keqe, atëre vaj halli për ne. Vaj halli për ne, Allah. S'ka mos zgjidhje. Ju mirreni me proteste, ju mirreni me gjana, ju mendoni që tjetri ju zgjedh problemin ju, tjetri ju vën rrugë ju, tjetri ju jep ju, tjetri ju ndihmon ju. Jo, vlla. Nëse një politikan i cili është aktualisht në udhëheqje të shtetit, nuk është faji i tina, është faji te shoqëria, sepse shoqëria e ka prua ato aty me fol në emër tyre. Ai nuk flet në emër të vetin kur. Asnjë politikan, asnjë shtet nuk flet në emër të vetin. Ai flet sikur me kon të në emër të tyre, 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 në emër të tyre që e futen aty. Kush është shoqëria? Shoqëria e gabume, shoqëria e mos vetëdijshme, shoqëria ndoshta edhe e raskapitne nga problemet, nga varfënia, e qesi njërin, tjetrin, pasaj tjetrin, pasaj tjetrin. Çdo kush që vjen aty edhe ulet, thotë o zotni, nuk kam të fol unë e Sami, si kryeministër, është të fol. Kështu që problemin duhet me këshyr pak ma gjan, jo vetëm ky e ka emrin kështu e kështu është kryeministër, ti gjuhemi këtina. Jo. Ju që delni 10.000, 20.000, 30.000, gjujeni shoqërisë majorancë, sepse majoranca e ka pru ato aty, edhe fajin e ka majoranca, e jo minoranca ju që jeni, që minoranca që po delni aty, kinse ju jeni advetar, kinse ju jeni çka jeni. Ju punoni me shokt, me miqt, me prind, me vllazën, me motrat juj si shoqëri. Atë që e keni aty, atë lene aty, se ai s'ka ardhë vet aty. Ai se ka marrë një qelës, e ka bo duplo edhe ka fute ka hap dhe në hi vetë dhe ka thonë këtu ju mos më prekni. Ata e kanë pru minimumin 800.000, 900.000 njerëz aty. Kush do qoftë ai? Edhe me ata s'kini çka më marrë, se nuk është jemi ata që vendosim si çka me ba në 4 vitet e ardhshme, në 8 vitet e ardhshme. Edhe krejt çka ndodh, jemi të bo ne si shoqëri, qoftë pozitive, qoftë negative. Unë politikan si marr kur me politik, por si qytetar i thjesht e mendoj kështu sepse kështu është. Biblia është një, Kurani është një, nuk ekzistojnë sot Bibel, nesër Kuran, ose Biblia numër 1, Biblia numër 2, Kurani numër 1, Kurani numër 2, nuk ekzistojnë. Është një, nga njëna anë edhe një nga tjetra anë. Shoqëria është ajo që i hap dyert, që i mbyll dyert, që e ngrit edhe që e ul. Shoqëria. Se çdo njeri kof më i aftë në botë, nuk mundet vetveten me shpall kryeministër. Nuk mundet vetveten me shpall kryeministër ose kryetar shteti. Kush është jemi ne? A jemi ne të vetëdijshëm që ta shpallim, ta votojmë personin e duhur për e popullit, për të mirën tonë si shoqëri? Ajo është pikpyetje tjetër. Do me thonë, jo individ, vlla, nuk bëhet fjalë për individ. Ne si shoqëri, si numër i madh, si duhet me ia qit votën dikujna, me ia dhënë votën dikujna.
Se përgjithsin nuk e marr une, nuk e merr Mirushi, nuk e merr Bela. Përgjithsin e marrim ne si shoqëri. Ne shumica. Ne jemi shumica. Nuk është ai zotnia që është aty të fol shumica. As ata të opozitës nuk janë shumica ata. Ata janë individ që numërohen. Maksimumi te 120 persona apo 100, 200 sa i nxan. Hapin gojën ata çdo parlamentar flet në emër 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 varet sa kanë pas votime, flasin në emër tyre, s'let e mend vetin. Edhe s'mund të dikush më thonë, o ti kryetari i parlamentit li që rrin ton ditën ulur, çka e të thonë. Jo. Thuni aty në 20.000 që e kanë votu aty çka jeni të thonë ju. Jo ti çka e të thonë aty që e ulur. Po ata atje, ju çka jeni të thonë. Derisa nuk vetësohemi si shoqëri, tana herët ka me qenë e njëjta gjë. Ka të keni. Në kohën e komunizmit, sa ka qenë Baba Enver, aty ka qenë një shoqëri. Se Baba Enver me komunizmin e tij ne ju ka thonë, a doni punë po, urnoni punoni, s'doni punë u kry muhabeti. Vdishni. Punë natë ditë për të parë pak e zdrit. E dini ju këtë fjali. Na bof mirë kafja. Shemni sa budallën jeni të nej të laj fini të shkru komente negative dhe s'jom të i banë parasyshit. Aq budallën jeni. Ju s'keni buk me hangër të shpionës mjera, keni qef mja u lexu? Jo. Si ja u lexoj? Shkruni sa doni, nuk ja u lexoj. Nuk ja u lexoj vëlla. Ju jeni të upkon, s'jom të upkon, unë e kom kry muhabetin sot. Unë në kontratën e kom në shkru. Unë jam të pi kafe për shef tem, midis Nairobit, ma kanë dhejse dhe atë flakën atje, shifëni atë flakën? Ma kanë dhejse dhe flakën rasisht nëse kam stop, edhe unë jam të nejtë si zotni unë punën tem, për shka kom obligimin dhe aty një njerëzve që më kanë pru të eri këtu, unë e kom kry. Tash unë rritalna me juve negativave këtu, se jo me këta pozitivat, në ju negativave rritalna, një orë, 2, sot du. Unë i kom kry punë të mija. Ju, ku jeni? Se unë punë të mija i kom kry, vëlla. Ju ku jeni? A i keni la durë sot gjatë ditës? A i keni la ftyrën ku jeni qupe i gjumit? Apo keni vetë gjytë ton ditën sepse natën rëni të bo komente e të shajt njerës? A jeni pastru? Shko pastronën ja, na shtak fjellën ju del gjumi. Edhe shkoni mirën me diçka tjetër, jo mu marrë me mu. Se une, që që kanë kuptu shumica, une për ju negative e kom fjallin, kur fut në këto, une fut në thjesht mutal. Mutal, sikur me konë kafsh, ke parasysh unë kom qendje një kop zoologjik tu, ju betojmë njerës ma inteligente ishin kafsh që i kishin tu, se sa këta që rrinë tu bëjnë komente negative, u këtanë. Se ato kafsh aty u afreshin afërme që unë ju jepsha me hangër diçka. Edhe ishin inteligente. Kurse këta rrin këtu, as nuk fitojnë, as nuk ju jep kush me hangër, as i gjon. Vish bla bla bla, bla bla bla. O kafshte mia. Kafshte
plakut matuf, rrini këtu, boni komente, futja një komente negative, si që më të i paune komentet, edhe moderator, leni le të bojnë vla, le të hupin kokta. Leni le të shkryjnë që ka dojnë.